50% e kostove për rinovimin e një apartamenti sipas parimeve të eficiencës së energjisë do të mbulohen nga shteti. Kjo është një prej skemave mbështetëse të parashikuara në strategjinë afatgjatë të rinovimit të stokut të ndërtesave, me qëllim arritjen e objektivave për uljen e konsumit të energjisë dhe dekarbonizimin e sektorit të ndërtimit deri në vitin 2050. Sipas dokumentit të publikuar në fletoren zyrtare, mbështetja prej 50% e vlerës së nevojshme për investim do të sjellë një rritje të konsiderueshme të treguesve lidhur me zbatueshmërinë e investimit, ndërkohë që kosto-efektiviteti do të pasqyrohet respektivisht te kursimet e përfituara nga buxheti i shtetit për shkak të reduktimit të energjisë së subvencionuar dhe te konsumatori fundor, respektivisht kursimeve të përfituara mbi faturën e energjisë elektrike. Aplikimi i masave të eficiencës së energjisë në ndërtesa redukton konsumin e energjisë deri në 87.4%. Strategjia afatgjatë e rinovimit të stokut të ndërtesave sjell të dhëna të sakta se si ndikon termoizolimi dhe ndërhyrje të tjera në uljen e kostove energjetike në një apartament të pozicionuar në qytetin e Tiranës, që përkon me zonën A klimatike të Shqipërisë, që ka dhe numrin më të madh të ndërtesave dhe banorëve sipas censit 2023. Ndërtesa e zgjedhur për të qenë pjesë e analizës është apartament familjar i ndërtuar në vitin 2010, që përbëhet nga një dhomë denje dhe kuzhinë, 2 dhoma fjetjeje, një korridor dhe një banjë me sipërfaqe 80 metra katror. Sipas skenarit 1, ku ndërhyrjet konsistojnë në termoizolimin e mureve, termoizolimin e çatisë dhe dyshemes dhe zvendësimin e dritareve, me dritare me eficiencë të lartë, konsumi i energjisë reduktohet me 46.8% në krahasim me skenarin bazë. Reduktimi shkon në 53% nëse përveç ndërhyrjeve të mësipërme, bëhet dhe zvendësimi i sistemit të ndriçimit dhe sistemit të ngrohjes me sistem me pompë nxehtësie eficiente, ndërkohë që nëse shtohen edhe panele diellore për ngrohjen e ujit dhe panelet fotovoltaike për vetë prodhimin e energjisë elektrike, konsumi i energjisë reduktohet me 87.4%. Duket qartë se kalimi nga skenari bazë në skenarin 1, 2 dhe 3 sjell përfitime të dukshme lidhur me konsumin e energjisë, tregues optimist të qëndrueshmërisë financiare, thuhet ndër të tjera në dokument. Sipas strategjisë, dekarbonizimi i sektorit të ndërtimit kërkon një total investimesh prej 24 miliardë euro deri në vitin 2050.